Teknologjia është mendim, mënyra të menduarit të gjëra, mënyra e marrjes informacionit, mënyra të menduarit, zukuritë negative të cilat ofrohen në teknologji nuk luftohen me letër dhe nuk luftohen me mekanizma të viteve të 10-90, por luftohen me teknologji. Mësimdhënësi duhet të jetë atraktiv, mësimdhënësi duhet të jetë tërheqës, mësimdhënësi duhet të jetë i afërt, mësimdhënësi duhet të jetë bashkëpunues, mësimdhënësi duhet të pranojë edhe kritika. Kjo është tepër e rëndësishme. Ndërsa sistemi klasik që kryesisht ka buru nga vendet komuniste, mësimdhënësi nuk ka pranuar kritika, ka imponuar mendim. Mënyra e imponimit të mendimit e shkatërron individin. Ajo nuk guxon as familje me funksionu. Por secili duhet me kuptuar një herë mirë, duhet më bëjnë që njeriu duhet me qenë i lirë në mendim edhe në qasjen që ai e ka. Pra, mësimdhënësi nuk mjafton të jetë vetëm i profilizuar në lëmidhën rregull, sa më i pasur gjithsesi që sa më shumë që ke një uri të përgjithshme, aq më atraktiv ke me kon profesionin tënd. Nuk ka mundësi ti me qenë i suksesshëm në profesionin tënd kur ti nuk ke një uri të përgjithshme. Kjo është forcë, kushdo që e thotë. Nuk ka ti mundësi as inxhinier i suksesshëm me qenë se nuk ke një uri të përgjithshme. Simona nuk është kurrë gjë tjetër veç një informacion të cilën sa më mirë që e trajton ti, sa më mirë që ti e klasifikon, aq më interesant bëhet për palën që po të dëgjon ty. Nëse ti nuk i hapsi me zbërthy, atëherë ti do të mbetesh, domethënë, një person demodej. Simënanës do të urrëhesh nga nxënësi, nëse mund të themi, ekziston ajo urrëtie ndaj lëndëve të caktuara, edhe ti natyrisht që domethënë nuk kemi pas rezultate. Se qëllimi i mësimdhënësisë është rezultate. Te ne zakonisht në Kosovë gjithmonë esenca është më duk mirë ana dekorative, me kon që themi ne me kon mirë me letra, me plotsu letra, mirë në rregulli, çka ke vepruti edhe çka ke si ke shpjeguar gjatë orës mësimore, shpesh tek ne është e parëndësishme. Ky është një gabim, sepse mësimdhënia është praktik, është veprim. Dhe veprimi ka shumë rëndësi. Po ti në për institucionet tona arsimore ki njerëz të cilët kanë komplet qasjen e cila është e barazvleshme me vitet e 90-të, kjo është një gabim. E përgjithësia mësimdhënësit është që ai vazhdimisht të përditësohet. Pra ta zëmë një mësimdhënës i cili ka përfunduar studimet në fund viteve të 90, ose çapo di 90 dikon atje, ai nuk guxon që në vitin 2026 me mbet me atë një uri. Për arsye se ai është devalvim, mirë po duhet me kuptuar që jemi duke jetuar në një revolucion që është revolucioni teknologjik. Siç ka qenë herët revolucioni industrial, sot është koha e revolucionit teknologjik, dëshëm ose nuk dëshëm ta pranojmë, jemi pjesë e kësaj. Njerëzit vazhdimisht e kundërshtojnë teknologjia, po bandome secili ka telefon, secili e përdor. Edhe prind. Nuk secili e kundërshton, mirë po secili është i varur prej saj, për arsye se nuk mund të iksh. Është një diçka në cilën ti je pjesë e saj. Dhe kur je pjesë e saj, brenda asaj do të më tentu me ndryshu diçka. Dhe kjo bëhet nga mekanizma shtetërore, organizime shtetërore.